Messi, fotografi i botës së egër që na ka sjellë dokumentare shumë interesante, ku tregon për kafshët e egra që thua që jetojnë në kodra, në male, në fusha, por në fusha jo si s'kanë qenë përpara në zhurmë. Pse ndodh kjo? Po janë shumë faktor. Aktiviteti njerëzor që thandej tashmë është thojse i njohur për neve për shkak të këtyre makinave që janë me këtë numër kaq të madh, tymi që lëshojnë, mandej këtyre fabrikave, të gjitha këto ndikojnë që fauna të ketë një problem serioz, to degradimet lumenjeve, to prerje masive të pyjeve, mandej kjo gjueti ilegale që është bërë thojse gjithandej ndikon që fauna tjetë në zhdukje dhe nëse nuk ndërmirë diçka me kohë që të merret seriozisht për shembull shteti me këta faktorë, atëherë kemi problem serioz. Në një vend ku s'ka faunë, aty ka shtretir, pra jeta është e pamundur, zhvillohet një jetë normale është fjala. Nëse nuk ka pjesëtar të faunës, nëse nuk ka grabitçar, është për shembull shpend grabitçar, atëherë do të ishin shumuar me miliona insekt, zvaranik, brejtës, e kjo njeriu do t'ja pamundësonte edhe bukë të hajë normal në sofrat tona, pra prandaj çdo shkatrim i pyjeve nënkupton që ja mohon drejtën një shpendi apo një shtaze të jetojë në atë habitat, sepse dikush thotë çka e lidh për shembull ku diu në një lloj shpendi me malet, po e lidh sepse në ato male jetojnë për shembull shumë specie siç janë dhia, egër, lepujt e kështu me radhë. Në ato specie ushqen tjerë lloje siç është shqiponja art, e natyrisht nëse nuk ka pyje, atje nuk ka habitat, edhe mandej kështu thuj se shkatërrohet të gjithë ky ekosistem, prandaj ky është një zinxhir që ndërlidhet me cilin momentalisht kemi problem shumë serioz në gjithë botën. Të jemi realist, jo vetëm këtu. Prandaj edhe shumë artistë botës, shumë njerëz të cilët posedojnë kompani multimiliardëshe edhe momentalisht edhe janë të interesuar të investojnë në kampanja të ndryshme për problemet e ngrohjes globale gjithandej, për të gjitha këto probleme natyrisht jemi vetë ne, faktori njeri. Këto pasojë e bartim edhe ne në Kosovë, çdo kontinent, nuk mund të thuash që ne jemi okay, shtetet tjera përreth janë keq, jo, domethënë kjo thujse prek gjithë planetin tokë. Prandaj po ne fokusin ton kryesor duhet ta kemi këtu ku jetojmë, të përballim me këto probleme të cilat janë evidente tashmë, por shpresojmë që me punën tonë, me promovimin e faunës që e bëjmë, të ndikojmë te popullata në përgjithësi që ta ruajmë bashkë mbi të gjitha mbi rëndësinë e këtyre specieve në ambient. Më përmende rëndësinë, sa din populli, shoqënia jonë, sa është e vetëdijshme për kafshët edhe për shpezët, për ekosistemin, për natyrën. Të jenë terren krejt kohën edhe i brejnë edhe vetë. Qësh është kjo qasja për mbrojtjen e natyrës edhe të ambientit? T'jemi realist, dikur ishte shumë pak, tashmë është një situatë ke tjetër, me plasimin e këtyre fotove, këtyre informatave, videove nëpër rrjete sociale, me dokumentarin tim që e kam, që është dokumentar javor 15 minutësh, që nuk ka tjetër në gjashëm në troje tona, apo se po dyshoj që mund të ketë në Ballkan. Atjerë njerëz kanë, kjo popullate kanë mundësinë, kanë diku një adresë, një destinacion se ku mund shikojnë apo të informohen mbi këto lloje të kafshëve që i kemi në Kosovë prezente, po edhe në trojet shqiptare. Është një situatë tjetër edhe po e shoh se ka njerëz që po ashtu janë interesuar të njohin edhe të dinë rëndësinë mbi popullatën e këtyre specieve. Mandej ligjëratat e tona nëpër shkolla kanë bërë që ndikojnë shumë te fëmijët, sidomos sepse unë kam ligjëruar
thuaj se një vit pa ndërprerje për shkolla, universitete, shkollat mesme, shkolla fillore. Dhe kam pa që ata që kanë mësuar ka qenë shumë se minimale, po për atë nuk i fajsoj profesorët e nderuar se ata aq kanë pas materiale, aq kanë pas njohuri. Në fundit për ditë më detajisht për shpend, atëherë duhet të jesh ornitolog. Ornitologjia është shkencë që merret me studimin e shpendëve. Shkencë e ornitologjisë, sa e di unë, ka vetëm se në Kroaci, pra nuk është shumë e thjeshtë. Por tashmë ka miq tonë ornitolog në Shqipëri, kemi mikun tonë nderuar në Kosovë, profesorin që na mazhun, me cilin diskutojmë non-stop sidomos për lejlekët, që janë simboli i shtektimit. Kjo neve na bën të jemi më komod për arsye se po e shohim që shumë dashamirët natyrës, duke na parë neve kanë filluar edhe emrat i mësojnë. Për shembull, unë kam më shumë se 20 mesazhe në ditë që vijnë privat që më pyesin njerëz cila kjo specie, po disa më tregojnë thonë e kemi parë filan specie këtu apo aty, pra ndihmojnë, kontribuojnë në zbulimin, sepse ne nuk jemi vetëm se fotograf, po njëkohësisht kemi sjellë informacione, disa prej tyre për herë të parë edhe video, informacione që nuk janë në dhëna shtetërore. Për shembull, afërsisht dikun 10 specie janë të cilat i kemi xhiruar, e cilin ja kemi dhuruar informacione shtetërore të Republikës së Kosovës, si specie të cilat frekuentojnë tek ne, janë shtetërore apo jo shtetërore apo kalimtare. Këto që e bëni janë rreth janë zakonshme dhe njëkohësisht të mrekullueshme për arsyeën që edhe na edukojnë si shoqëri. Është koha kur njerëzit janë të apasionuar mas gjerimeve, mas aparatit, të i zgjedh një botë tjetër, botën e egër, jo të komercializmit, jo të top modeleve. Pse ka të ardhur? Pyetje shumë e vend. Unë fillimisht jetoj në qytetin e Kamenicës, aty kam lind, jam rrit, vazhdoj akoma të jetoj dhe shpresoj që pjesën e mbetër të jetës ta kaloj aty, sepse e dua atë vend. Jemi të rrethuar nga malët, kemi një liçen të vogël, kemi një lum që shumë i pasur, edhe me ujor, po edhe me shpend të cilët frekuentojnë atë lum, ushqehen, nga aty marrin ushqime dhe i dërgojnë në folet, konkretisht lejleku i zi, çapka e hirt, disa lloje të siç është zogu mbreti peshkatar apo kingfisher bird, mëllënja ujit, shumë lloje tjera të cilët janë shumë, sinqerisht, dhe po ashtu vinë aty special për shkak për të shuar etjen, po ka edhe lloje shtazëve të egra të cilat aty i shohim që e kemi pa prezente dhe ujkun dhe dhelprën. Është edhe prezente po ashtu edhe lundërza, që është një kafshë që jeton nëpër ujërat e Kosovës, por për fat keq edhe ne kemi të njëjtin problem me degradimin e lumit, një pjesë e mbeturinave që është për keqare për të po, që kemi edhe ne për fat keq këtë problem. Tash të kthehem aty, pra duke jetuar në atë pjesë, natyrisht se unë kam kaluar një pjesë gjatë jetës duke u larë në atë lumë me miqtë me shokët mi, pra jemi rritur në atë lumë, edhe aty shen njeri këto specie dhe normalisht që jam interesu, si tem definitivisht është diçka e lindne, jam interesu për ato specie, po kam jetuar si njeri wild, pra si tem aty, edhe por për fat keq para luftës nuk kam pas një aparat me cilin komun me dëshmu për ato pjesë që kanë ekzistuar aty, sepse po real nuk ka qenë edhe lehtë kesh një aparat, sepse ke qenë dyshim pse po e përdor, çka po duhet, ju e dini shumë mirë. Keq ka mund me bosh me komuniku me familje, me shok, me u tregu ka pak se çka kom po. Unë kam qenë i vetishëm që shumë nga njerëz popullate jonja kanë qenë të informuar se me disa lloje të harabeleve, të korbave, edhe lejlekun e kanë ditet si zog shtektar, kurrë më shumë disa informacione fare pak. E mandej në vitin 2013, kur si tem gjela papu një vit, bashkë me bashkëshortën, hapëm një lokal, një butik konkretisht, dhe për një vit aty duke qëndruar, normal ke kohë pak më shumë, blejta një telefon celular Galaxy S4 që ka qenë edhe nisma ime për të vazhduar tutje me botën e egër. Fillova me postu, fillimisht fotografë zakonisht postojnë diçka makro fotografi, më detaje më të vogla,
pak pejsazhe e aty fillova të postoj edhe pak nga bota ege, konkretisht nga Shpezd, kur I postova disa fotografi me atë sa kisha mundësi t'i fotografoj me atë telefon, atëherë më erdhën me qindra e mira komente në Facebook se ku është fotografu kjo zog apo e specie, kështu me radhë dhe poshtë që ky popull ta njerëz kanë nevojë për informacione të cilët kishin me fillu dhe ata, po ashtu sa më shumë me vlerësu këtë vend, me vlerësu këto pasuri tona natyrore, drejta një aparat me një objektiv pak më të gjatë, që ta mundëson normal t'i fotografosh speciet me një kualitet më të mirë, që t'i afron pak më shumë speciet. Atëherë kalova si te me një fazë tjetër, filluan mediat interesohen shumë më shumë, kontaktojnë për llojet e kështu me radhë. Pra, jemi ku jemi sot me një fazë shumë të rëndësishme që kemi dhe projektet ashtë përbashkëta që përdojmë realizu në ministrinë, përkatëse me shkolla, po ashtu me mish nderuar me juve, me televizionet, pra cilët po ashtu edhe ky është një kontribut jashtëzakonshëm që jepni për vendin tonë, duke na ftuar e ne t'ju japim informacionin aq sa dim, sepse mos harroni se në fundit ne jemi fotograf, edhe mund të gabojmë, por gjithmonë jemi në konsultim me sipër me ornitolog, me miq të cilët kanë një urim më shumë apo më të thella për botën e jetë. I përmend fëmijët në shkolla, ne nga femëria mësojmë dashuria, po njëkohësisht edhe frikat në kanë shti, sidomos ndaj kafshëve, rrugë prej qenit, rrugë po ta nuk kështu. Sa janë fëmijët sot të edukuar ose sa janë të emancipuar për me dashur kafshë? Ka qenë një gabim fillimisht I shoqatës gjahtarëve, I gjahtarëve në përgjithësi, të cilat shumë prej specieve I kanë paraqitur si predatorë, si diçka të rrezikshëm, si prej tyre kam qenë edhe unë prej atyre që I kam besu, domethënë që atyre informacione që kemi marrë për gjahtarë, shumë familjarë të mi kanë qenë gjahtarë dhe kanë tregu se si kanë vrarë ujqrit, dhelprat, e kështu me radhë, por nuk I kanë ditë që edhe ata janë pjesë krejt këtyre ekosistemeve tona dhe janë pjesë shumë të rëndësishme për balancimin e natyrës në përgjithësi, që ashtu që dini edhe ju, edhe tash kur spjegojnë për shkolla, pra është një situatë këj tjetër, e din që nuk duhet t'i vrasim përveç se me leje speciale nga shteti nëse për shembull shumon shumë, siç ka ndodhur përpara, konkretisht në Yellowstone, në parkun kombëtar në Amerikë, që tregohet ajo ngjarja që I kanë vrarë të gjithë ujqrit, mandej që shumë kafshë tjera, si bizonët, drerët, e kështu me radhë, mandej sa që kanë fillu me I konsumu krejt ato gjethet atyre lise edhe është duk si shkretina e pis edhe kanë hetu se ku e kanë bo gabimin, pra nuk duhet bojmë në këtë gabim. Për shkak kemi konkretisht rastin e fundit të species më të rrezikuar për zhdukje që është në çebulli, që është një numër ekstremisht I vogël, pra është në si them në atë fazën më të rrezikshme të moshme për zhdukje, pra por po them tash duke I parë këto postime, duke I parë këto informacion, natyrisht që edhe fëmijët kanë mundësi të marrin një informacion më ndryshe, më të sigur, sepse dikur nuk ka pas themi kameral, nuk ka pas edhe mundësi për video të tilla, veç kolegët e tuj tash që bëj shok këtu kanë 3 aparat që është shumë e rëndësi, pra dhe kanë mjete, kanë mundësi për të marrë kuadrë ndryshme, video më kualitative, pra për ta ditë, për ta vlerësu, thjesht atë pjesëtar të faunës, pra duke parë atë video, duke parë deri me detajat më të vogla, pra shumë e rëndësi t'i sjellim këto video me kualitet që në mënyrë që ata t'i duan, të dinë pra mbi rëndësinë e këtyre specieve. Ajo që është në rëndësi pra është që t'i folim sa më shumë, s'po ku gjenatave të reja, se unë I kuptoj ata që janë më të vjetër, është pak probleme në shumëmenje,
Unë akoma kam si sfida në internet që dërgoj njerëz që në shekullin 21 akoma e vrasin kaprollin për shembull. Bërëm konkretisht e pata privat një pamje të tmerrshme. Leret që kishin vra kaprollin, por edhe një pjesë të kaprollit, domethënë shqynte kështu me një pamje brutale një qeni i llojit pitbull, domethënë një ngela kështu shumë i prekur shpirtërisht nga ajo pamje, sepse du të ketë akoma kësi njerëz në Kosovë. Donë se po e vrej një përmirësim në vetëdijsimin e popullatës. Për shembull, për mua është kënaqësi kur më tregon dikush nga dokumentarët që kam pa, nga videot, nga postimet e tua, thot dëbetohem që e kam pas në shënjestër një kaproll, por nuk e vrajt ase merri keq, merri turp, nga e punë kolosale që po bëni për promovimin e faunës, e ne dalëm njëse t'i vrasim. Ne e bëjmë këtë thirrje se nuk ka. Fauna është rrezikuar seriozisht, sinqerisht nuk ka numër. Për shembull në komunën time shumë rrallë po ndodh që të bie në kamerën kurth një kaproll. Pra nuk është hajgare, nuk po tallin me këto gjëra, janë shumë serioze. Prandaj edhe bëjmë thirrje që non-stop që të ketë kujdes ta ruajmë bashkë, se nëse ne nuk e ruajmë, atëherë pasojat i mbartin vetë ne. Është vërtet se edhe në grupin e kafshëve cilin e keni një dhe adminat në Facebook, kam pasur se njerëz janë sjellur sidomos në gjarë që duhet një mbyt si të shihet gjarë, por kam pasur që njerëz janë edukuar më vonë që nuk bën ajo sjellje. Është punë shumë e mirë. Kthehem përsëri te dokumentari. Keni qenë në Afrikë, e thoni fillim dokumentarit që është ëndra juaj e realizuar. Si ishte ajo për ju, si e përjetova atë ëndër? Po ka qenë një ëndër imja se të bëhem real kur i kemi pasi fëmija të dokumentare, ka qenë një ëndër sepse në fundit po shkojmë në një kontinent tjetër, dikur Afrika ka qenë shumë larg, edhe këto si për udhëtime nuk kanë qenë si tash, që dini edhe ju. Ka qenë një ëndër që ndoshta thjesht ka menduar që do t'jetë vetëm se një ëndër kaq, por nuk jam prej atyre që dorëzohem edhe që nuk besoj se për ta realizuar një dëshirë duhet fillimisht ta ëndrosh. Edhe kur e ëndron, ka mundësi në të ardhmen që të bëhet një realitet. Edhe ishte një realitet për mua në bashkëpunim me disa me fotografët botës egër. U futu me një grup edhe arritëm të marrim një vendim që të shkojmë bashkë, por nuk e dishim fillimisht se ku, në Tanzania, në Kenya, në Namibia apo ku. Edhe marrëm Kenya si destinacionin më i sigurt i mund shumë. Prej tyre ishim gjithsej 12, për fat keq 2 prej kolegëve tonë nuk arritën na shoshojnë për arsye se kishin pasaporta të Kosovës dhe shteti Kenis nuk e njeh Kosovën dhe vonesa e vizave ishte për 1 muaj, përsa unë kisha shku në pasaportë shqiptare dhe shumë mjeshtme që të jetojnë zi se kishin pasaporta zistrane kështu me radhë. Pra, kaluam afërsisht dikon 8 ditë, ishte një eksperiencë jashtëzakonshme, donë se janë disa pamje të vrazhda të skamjeve që kanë atje, të mandej kur shkojsh atje si ta shkelsh atë tokë, e shet që jemi shumë mirë në Kosovë me këtë pasuri që e kemi, me këta njerëz që vërtet kanë shumë, po janë shumë pak mirënjohës. Edhe shpesh kush më ka pyet, thom kisha pas shumë qef, shumë njerëz shkojnë atje, kur të kthehen mandej të dinë vlerën e vendit ku jetojmë. Është një varfëri ekstreme, nga njerëz mushët me mja thua krejt që kanë ai popull janë vetëm sa ato kafshë, që është një paraj se kafshë të tjera realisht. Ato pashë që janë të mbi 20, mbi sakso, ato liçeni janë stërmbushura me kafshë të egra. Janë po dhe din t'i ruajnë, i vlerësojnë shumë, punojnë edhe shesh shumë pak veturina çuditshme me kretat skame që kanë i kushtojnë një rësi shumë madhe ambientit. Ishe kafshë që dikur i ke pa ëndër, dikur i ke pa vetëm se në dokumentarët e Joe dhe George Adamson dikur, apo David Attenborough që kanë
spjegu shumë për kontinentin afrikan përgjithësi. Kur shkon i sheh vetë i xhiron në një farë forme t'jep një ndjenjë krejt tjetër se i dëgjon vetë ato zëra, ato plithma, ato thirrjet, kafshë. I sheh ato mira ngjyra të atyre shpesve që nuk janë ndrënd dot me i po ndonjëherë këtu. Pra është thjesht një mundësi e jashtëzakonshme, është një eksperiencë imja që para se më nis e thonim kështu si me shaka, thonim po shkojmë sepse është njëjtë si me shku në hax. E kryen ato obligime dhe mos me shku kurrë se ki problem se në fund ke qenë një. Kështu e mbenim shembull. Por nuk harrohet kurrë ato momente. Kisha pas dëshirë me përsërit, sepse thuhet atje miku im i nderuar nga dhënim thuhet që ekziston një smundje atë që quhet mall d'Afrika, thotë kush shkon një herë e kape e smundjes që dëshiron për t'u kthy prapë. Edhe mund nga kapë. Kur a ke bëu gati atë rikthimin? Po kam fillimisht disa pjesë tjera për t'i vizituar. Kemi shumë punë për të bërë në Kosovë, kemi shumë dokumentarë për sjellë, sepse misioni jonë kryesor është Kosova, Shqipëria përgjithësi. Momentalisht po planifikoj të vizitoj Norvegjinë, një pjesë atje që e botës egër që është shumë e rëndësishme, jemi në komunikim me një miktimin të cilin dua ta vizitoj atë pjesë, por gradualisht dhe shumë pjesë tjera të botës ku do që më jepet mundësia natyrisht, sepse nganjëherë dikun ki dëshirë, po ndoshta nuk realizohet ajo ëndër. Por them shpesh mos i kam qenë safari atëherë tjerat nëse vinë mirë se vinë. Atë kryesorën dhe kemi Janë me videot e me dokumentarët tuja, thamë që na ke mësu neve shumë dashtë, kafshë dhe natyra. Çka ka mësu rajoni vetë, çka ka bënë diçka që se ki prit para se me fillu. Ka shumë çka që mëson njeri. Gjithë kjo krijtari, gjithë këto lloje e ka një krijues, Zotin e gjithësisë, të cilin sa më shumë që një ato shpesë, aq më shumë të një krijuesit. E sheh që nuk është bërë rastisht kurrë. Këto kafshë për neve janë mëshirë për njerëzimin. Për me jetu ne, si që jetojmë sot normalisht, një farë forme, këto kafshë e kryjnë punën për neve. Me një fole, po e marrë shembull të Sërlojit Pikalosh, një zog që është shtektar tek ne, që kthehet me miliona gjatë kohës pranverës deri në fund të gushtit. Me një fole rriten 5 zogj. Unë kam video brenda ditës se sa insekte nëna dhe prindi tjetër, dy prindrit po i sjellin në fole atyre zogje. Pra ushqen pa ndërprerje me këto insekte. Një dallë ndyshe konsumon dikun 250.000 mushkonja brenda një sezone shtektimit. Imagjinoni sa dallë ndyshe si ne kthehen nga shtektimi dhe sa mushkonja po i konsumojnë kanë, po mos kishin qenë ato dallë ndyshe, atëherë si do ishte jeta për neve. Informacionet për kafshë. Do ishte një ferr i vërtet. Pra kjo na bën që ne ti ruajmë me krejt potencialin që kemi, sepse vërtet janë një mrekulli për neve. Prandaj edhe shumë shpesh kem apeluar që t'i ruajmë, ka shumë rëndësi që po them këto janë mëshirë që do të thash disa herë për neve. Është shumë me rëndësi që të punohet që këto lumen të kenë atë punën që duhet ta kenë. Këto habitate tjera, këto pyje, këto kodra, këto mos shkatërrohen, sepse do të ishte një bumerang për neve. Unë po them të gjitha këto shpend, këto ngjyra që i kanë, këtë punë që e kryen, më bën me kuptu që bota është shumë e mirë, ky planet t'jep shumë mundësi, vetëm se duhet ta kuptojmë pak më thellë. Ti shohim këto dokumentare që kanë shumë një rëndësi, e shoqëruar që tash kemi një mundësi, kemi një destinacion dikon njerëz me po. Prandaj edhe kam mësuar shumë çka, po kam edhe shumë çka për të mësuar. Por ajo mësimi më shumë që është për neve janë llojet e specieve që i dim. Varet që ishim bashkë, që ti tregova disa prej nëpërmjet zërave që i tash i dim edhe shumë prej tyre. Interesant, vizitat e zonën e shpesëve, edhe emnat, po, edhe është shumë me rëndësi që
kur dikush të komunikon privat me një ditë me njëherë me janë këty përgjigjen se për cilin shpend bëhet fjallë. Qysh janë lexon dikon apo? Ne kem komuniku po them me ornitolog, po tash ekzistojnë edhe lehtësira shumë mëdha, miku im. Ekziston një aplikacion që realisht ndihmon shumë. Nëpërmjet fotografisë një zogu tregon jo gjithmonë saktë 100% parafërsisht për cilin shpend bëhet fjalë, por tash i dim përmend, domethënë ka kohë, jo vetëm se unë, po dhe çunat e mi. Bire djali i vogël Amali është ndoshta shumë i zoti, sepse realisht e ka trunin më të kthjellët, nuk i ka do probleme që kemi ne, do sfida tjera me cilët ballafaqohemi edhe shumë shpesh e pyeti atë se për disa lloje specieve. Po them me kohë mësohen të gjitha dhe është mirë, shumë e rëndësishme që t'i ndajmë këto informacione me kënaqësinë më të madhe. Edhe t'i marrim njerëz që dëshirojnë të jenë me neve në terren ta shohim pra se si bëhet kjo punë. Shpesh keni qitë edhe video ose foto që thuni është në një vend nuk e tregon lokacionin. Arsyeja pse është kjo, pse e bëni këtë? Pikërisht për ata që ma dërguan në brëm një video që të merruan me atë fakt se si disa gjyqtar ilegal akoma vrasin kaprodhën tek ne. Për shkak për t'i mbrojt prej këtyre rreziqeve, ne nuk e tregojmë lokacionin, se akoma si më vedisuar sa duhet. Jemi në rrugën e duhur, por akoma mbështetasi i Republikës Shqipërisë, po ashtu dhe aty e kemi vendbanimin e dytë. Edhe nuk mundem pa e vizitu atë pjesë, është e pamundur, s'di sa herë në muaj. Është një paraj
parajs e shpesve, sidomos laguna Karavastas, që është prej lagunave më të mëdha në Shqipëri. Kemi disa miq të mrekullueshëm atje të cilët na mirëpresin çdo herë mirë me bile një prej tyre tashmë ka edhe një muze të insekteve, që është i pari i tillë në trojën shqiptare, ka arrit edhe vetë krijoj një laborator për flutra, konkretisht Muzeu Insekteve të Altin Hiles, miku tonë të dashur. Pra nëse e shat proces se si ka arritur të krijojë një laborator, atëherë është vërtet për të çuditur, por ai ja doli sepse ka besuar në ato ëndra që dikur po ashtu i kishte si fëmijë. Pra janë disa mira zoq, shpenë shtektar dhe shtektar. Disa për tyre ne nuk i kemi këtu, siç është rasti i flamingove, apo lelekut roz që i them. Flamingo ka atje disa koloni. Kemi arritur t'i fotografojmë edhe të unazuara, disa për tyre pra ishin të unazuara në Spanjë, disa për tyre në Francë, e cilat pra frekuentojnë dhe vinë në Shqipëri po ashtu. Është një habitat i shkëlqyer për të realizuar videot nga më të mirat në mundshme. Ki shumë lloje specie, prej tyre e ke një që është pak më veçantë, që ka të bëjë me çakallin, që po ashtu e frekuenton lagunën e Karavastas, është shumë interesant. Përveç thelpës natyrisht, që dikush mund ta thotë se aty ka vetëm shpez, jo, pra ka edhe shtazë të egra, siç është rasti pra i çakallit dhe dhelpës që ka videogjërime që ekziston aty. Mos flasim për shpezt. Ekziston një spital për kafshë që është në lagunë, që mirëbëhet në mënyrë fantastike nga drejtoria atje. Pra, nuk e di si ta përmbylldryshe për të them se është një parajs e vërtetë e shpezve sidomos. Është duke investuar domosdoshmë shteti shqiptar Shqipëria në përgjithësi për ruajtjen e këtyre, se siç dihet ka pas shumë informacione që po mbyten shpezë, sidomos shqiponja. Kemi pas rastin e fundit në Kukës, që është një shqiponja rrallë. Edhe ata kanë probleme serioze. Gjuetia nuk lejohet që 5 vite tashmë dhe 5 vite tjera është miratuar ligji që ndalohet në Shqipëri, gjë që ka qenë shumë pozitive në rritjen e numrit të shtazëve. Për shembull, një fakt është që pas 20 viteve janë kthyer flamingot, sepse diku i kanë masakruar, i kanë vrarë kështu bizërisht. Edhe me qindra rosa kanë vrarë kështu, i kanë tmerruar. Prandaj edhe ikën flamingot, por tashmë janë kthyer dhe i kanë dhënë atje shin lagunave, lagunës Karavastas dhe të Nartës. Por natyrisht duhet atje shumë punë për të bërë, sepse gjatë kohës sa ne kemi fotografuar, megjithatë kemi gjetur pemje gëzhoja të plumbave, të cilët po ashtu kanë vazhduar gjujin akoma, por drejtoria sidomos në lagunën e Karavastas ka penalizuar shumë bashkëpunim me policinë e shtetit atje, ka penalizuar shumë gjahtar ilegal, edhe janë marrë shumë seriozisht me ta. Por natyrisht se ka probleme, sepse janë shumë tillë të cilët duhet merret me ta, por mendoj që gradualisht me kohën, sepse natyrisht ja don kohë, nuk është diçka që zgjidhet brenda një viti. Ekziston një vendisim më i madh për shkak të turistëve që janë atje, turistët huaj. Do ishte të mërshme si nëse ata, si të them, të shohin gjëra të tilla. Një feedback do ishte pra i të mërshëm andej edhe për vetë venin, për vetë atë pjesë andej, nëse ata flasin andej për ato që kanë parë, pra duhet të pasur shumë kujtesë, sepse në fundit vizitorët atje duhet sa më shumë kenë specie të cilët i shohin duke jetuar në habitatet e tyre të qeta. Pra mendoj që duhet shumë seriozisht kemë parasysh këtë probleme dhe shteti. Në gjitha këto dokumentare, video, fotografi, për ditë aktiv, kur shkon prej Afrikës, Shqipëri, Kosovë, kam afërsisht
49.000, pra gradualisht është edhe sot është 50.000 numrin e ndjekëve në profilin tim zyrtar në Facebook. Edhe ato mesazhet që vijnë, ato komente, ato mbështetje, ty nuk bojnë me uni komod për të ushtrit tash shpe për të najti, jo asë se një farforme, unë kam hyrë në obligim ndaj këtij popullit mrekullueshëm, që presin çdo ditë diçka të re në risi, se është kënaqësi kur shohin dhe të thonë që na ke informuar shumë për këtë vend e që se kishim pas ditë. Pra kjo nuk lën si të them rahat, non stop ki dëshirë me pru informacione të reja, se kish me qenë kur farë rezultatin nëse ti e bën një video dhe më banë aty në shtëpi, pra natyrisht ti mësosh që të gjithë ky popull ta shohë, që ditën ta vlerësojnë këto informacione janë shumë të rëndësishme që ata të jenë pjesë e këtij suksesi. Pra natyrisht secili për neve do të dalëm një ditë, sepse kështu jemi krijuar për ta shijuar këtë botë, në një ditë do të ndalemi domosdoshmërisht, por s'paku këtë pjesë të jetës që e kemi, hajde ta lojmë një histori, ta lojmë një bagazh me informacione që tjerë të kenë sa më shumë lehtësira, se do të vinë edhe pas ne natyrisht fotografët botës të cilët do të kenë shumë mundësi ndoshta më të mira se ne nuk e dim, por s'paku le të kenë dikon një bazë ku kishin bërë krahasimet, për shembull dikur ishte kështu, tash është kështu. Siç e kanë bërë para neve, shumë tjerë, sidomos në shtetet jashtë Ballkanit kryesisht, që kanë bërë krahasimet dhe dikur kanë pasur mundësi të marrin shembuj paraprak me ato të jetës sotme. Këtë ne kemi mision që t'ju lëmë gjeneratave që do vinë pas neve të kenë një bagazh me informacione për botën e egër, për pjesëtarët e faunës në përgjithësi, për të arriturat tona me video, me foto, me atë që kemi mundësi. Përkaq na ke përmbush, na ke kënaq, ke edhe komentat e thonë ajo nuk kënaqem, po është përmbush Ariani. Nuk përmbush është kur se gjithmonë ekziston diçka e re, gjithmonë të mungon diçka. Nuk kish me qenë jeta interesant, sikur njeri thotë mbarova, unë e kryta misionin tim kurrë. Bota egër ndalet kur ndalet krejt jeta në këto planete. Sa jemi gjallë, duhet sa më shumë me marrë informacione. Gjithmonë ekziston diçka e re, një aksion i ri, një specie që nuk ka qenë dhënë shtetëror që ti kishe pas. Një fole e re që nuk është pa më herët, për shembull rasti i folesë, zbulimit të folesë së Lelekut Zi që ishte për herë të parë zbulim në trojet shqiptare. Pra këto janë ato që ne synojmë për të ardhmen. Edhe prandaj na man gjithmonë çalla e shpresa që kem shumë punë për të bërë, kem shumë informacione për të bërë. Ndalemi kur ndalet fryma jote. Po thotë ëndra e Arianit s'ka marrë me Afrikë, Jo, ajo vazhdon. Unë vazhdoj, po them misionin tim kryesor ka për Kosovë. Unë jetoj. Dua që krejt ky planet ta shohë se çka ka Kosovë, ta shohë që ka fotografë në botë si shumë të zot, të marrë informacione për ne shumë të rëndësishme. Ka video që cilat kemi popullin të parë në Ballkan të realizuara nga një shqiptar i Kosovës. Kjo është një histori vetë, është për shkak rasti i Lelekut të Zi, vendosjes e GPS-ve që ja kemi bërë. Është duke realizuar për herë të parë në Ballkan, ku na njoftuan kolegë tonë nga Universiteti Konstancën në Gjermani, na thanë që nuk e dija një të vetëdijshëm sepse ata na dhuruan realisht GPS për t'i vendosur Lelekut Zi, të cilët po i ndjekim tash se në cilët vendet po shtektojnë. Momentalisht njëri prej tyre është në Rumani, njëri në Turqi. Edhe na thanë me i vjedh, na treguan që nuk e di sa jeni të vetëdijshëm, po ju jeni duke bërë një gjurmim të tillë për herë të parë në Ballkan, edhe realisht ishte informacioni më i mirë i moshëm që mund ta merrnim, sepse për të bërë diçka për herë të parë në Ballkan nuk është i vogël. Ju e dini. Është një kënaqësi, por ne natyrisht aspirojmë edhe për gjetje të reja, për si them, gjirime të reja që bëhen jo vetëm se në Ballkan, por edhe në Evropë, a ke lakmi dhe bota kudo që mund të përtojmë këto informacione. Ariani, ishte kënaqësi që kemi një intervistë. Faleminderit shumë. Kënaqësia e imja do të jetë kënaqësi dhe nder gjithmonë të jetë intervistuar juaj
pse jo, kështu në natyrë, ku do koftë, po me knatësi, do vi dhe sarë që ka mundësi të sjellë informacione të reja. Faleminderit.